Bismillahirrahmanirrahim. Jo çdo lutje është njësoj. Ka disa dua që kanë shpresë shumë të madhe që Allahu t'i pranoj, sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit. Sot do të tregojmë 3 dua që Allahu nuk i refuzon. Dua e para. Dua e parë është duaja e agjëruesit para iftarit. Pejgamberi sallallahu alaihi vesellem ka thënë se lutja e agjëruesit në momentin e iftarit nuk refuzohet. Prandaj para se të prishësh agjërimin, ngriji duart dhe kërko nga Allahu falje për mëkatet, shëndet, risk, halal, bereqet në jetën tënde. Ky është një moment shumë i vlefshëm. Dua 2. Dua e dytë është duaja e prindit për fëmijën e tij. Lutja e prindit është shumë e fuqishme. Kur prindi lutet me sinqeritet për fëmijën e tij, Allahu e dëgjon atë lutje. Prandaj prindrit duhet gjithmonë të bëjnë dua për udhëzim, sukses, mbrojtje nga e keqja. Dua 3. Dua e tretë është duaja e personit që i është bërë padrejtësi. Pejgamberi sallallahu alaihi vesellem ka thënë se duaja e të shtypurit nuk ka perde mes saj dhe Allahut. Edhe nëse ai person është larg, Allahu e dëgjon lutjen e tij. Përfundimi. Prandaj, mos e nënvlerëso duan. Lutu me sinqeritet, me zemër të pastër dhe me besim të plot tek Allahu. Allahu e di më mirë. Bismillahirrahmanirrahim.